Albona, 2 aksidente, një me pasoj vdekje, një tjetër me pasoj plagosin e një çifti bashkëshortësh. A mund të japësh më tepër detaj se si kanë ndodhur këto aksidente? Po Fabiola, një diell tragjike mund të quhet kjo, të paktën për raportimet që kemi dhënë deri tani nga qarku i Fierit, bëhet fjalë për 2 aksidente ku një person ka humbur jetën, ndërkohë që një tjetër është në gjendje të rëndë, sepse si kundër mësova pak më herët nga Spitali Rajonal i Lushnjës, 70 vjeçaria Xhevaire Nure është në gjendje të rëndë shëndetësore. Gjithsesi, duke filluar me aksidentin që ka ndodhur rreth orëve të para të mëngjesit të sotëm në zonën e Livofshës, është Xhoxhi Prifti, 62 vjeç, një fermer i cili ka humbur jetën si pasojë në fakt e një incidenti në punë, sepse burime nga Komisariati i Fierit më konfirmojnë edhe këtë herë se në raste të tilla kur kemi të bëjmë me automjete bujqësore që shkaktojnë, le të themi, dëme fatale për fermerët, nuk kemi të bëjmë me aksidente, po kemi të bëjmë me incidente fatale në rastin konkret për 62 vjeçarin, ashtu si kundër në fakt ka ndodhur edhe në raste të tjera të ngjashme kur mjeti bujqësor pëson defekt apo nuk arrin të kontrollohet plotësisht nga drejtuesi i tij, duke bërë që të përmbyset dhe në rastin konkret të zërë poshtë 62 vjeçarin. Ky i fundit ka qenë duke punuar tokën bujqësore, duke kryer tokën e tij. Në fakt unë mësova nga zona e Livofshës se ishte një fermer i cili prej vitesh ushtronte këtë aktivitet, pra mjetin bujqësor nuk e kishte marrë tani së fundmi, por kishte vite që punonte me këtë mjet bujqësor. Ishte një mjet i vogël bujqësor, pra nuk kemi të bëjmë me mjete me përmasa të mëdha, por që gjithsesi dyshimet e para të paktën nga bashkëshortarët e tij janë se për shkak të lagështisë dhe terrenit të vështirë në orët e para të mëngjesit të kësaj të diele, pavarësisht se nuk kemi rreshje në tokat bujqësore të Myzeqes ka lagështirë dhe baltë, për ta thënë më thjesht, që bën që mjetet bujqësore të kërkojnë aftësi të veçanta për t'i manovruar dhe për t'i menaxhuar. Kështu që në rastin konkret të 62 vjeçari nuk ka mundur ta kontrollojë plotësisht këtë mjet bujqësor, duke bërë që ai të përmbyset dhe ta zërë poshtë. Policia në fakt po heton gjithsesi për të zbardhur dhe dokumentuar më tej rrethanat të këtij incidenti fatal. Ndërkohë, në aksin Lushnjë Berat, në afërsi të fshatit Çuk, një tjetër aksident ka ndodhur rreth orës së 10 të mëngjesit, ku një çift bashkëshortësh po udhëtonin duke ardhur nga zona e Beratit me drejtim me destinacion Tiranën, por kanë humbur kontrollin e mjetit. Paktën këto janë të dhënat paraprake që kemi mundur të marrim nga Komisariati i Policisë Lushnjës. Është 70 vjeçaria e cila po lufton për jetën në këto momente që flasim, sepse ka marrë plagë të rënda si pasojë e rënies së automjetit në kanal, madje është dashur të hyrja zjarfikësve për t'i nxjerrë të lënduarit prej aty.